Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Istra Mickoski poshtë informacionit për devijimin e mundshëm të korridorit të T, duke siguruar se Struga dhe rajoni përreth nuk do të mbeten jashtë lidhjes me autostradën. Në një dalje publike, Mickoski theksoi se qytetarët e Strugës duhet të jenë të qetë, pasi sipas tij qeveria që ai udhëheq është e përkushtuar për zhvillimin e barabartë të të gjithë territorit të vendit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut ngriti dhe çështjen e infrastrukturës në anën shqiptare, duke deklaruar se autostrada në Shqipëri nuk është planifikuar tani deri në Qaftan, por do të ndalet disa kilometra më parë. Komisioni i Venecias kërkon nga zyrtarët në Maqedoninë e Veriut të hartojnë ligje të zbatueshme. Përgjigjja vjen në kuadër të një mendimi këshillues lidhur me përdorimin e gjuhëve të pakicave, duke theksuar disa parime kyçe që burojnë nga standardet europiane dhe ndërkombëtare. Në reagimin zyrtar thuhet se të drejtat gjyqësore të pakicave janë standarde minimale që shtetet mund t'i zgjerojnë, por vetëm nëse sigurojnë zbatimin real në praktikë. Në raport me administratën, përdorimi i gjuhëve të pakicave mund të kushtëzohet nga përqindja e popullsisë, por pragjet shumë të larta mund të pengojnë zbatimin real të këtyre të drejtave, thuhet në raport. Në të gjithashtu thuhet se sa i përket gjyqësorit, standardi minimal është i qartë. Çdo i akuzuar që nuk e kupton gjuhën zyrtare ka të drejtë për përkthim dhe mbrojtje në një gjuhë që e kupton. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Miratimi një pakete antikrizë emergjente, rishikimi i minjërshëm barës fiskale, heqja e taksës së qarkullimit, heqja ose pezullimi i akcizës mbi karburantin për këtë sektor, si dhe heqja e tatimit mbi vlerën e shtuar janë 4 kërkesat kryesore të parashtruar nga shoqata e transportit në takimin me ministrin e ekonomisë Delina Ibrahimaj. Pas takimit, përfaqësuesit e operatorëve të transportit u shprehun se kanë marrë garanci për aktivizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave që parashikon kompensimin për linjat urbane dhe ndërurbane si dhe kompensim taksash. Sipas tyre, mbetet e paqartë ende vlera e kompensimit. Është premtuar riaktivizimi i VKM-s, të cilën është paketa antikrizë që u miratua në vitin 2022 për shkak të luftës Ukrainë-Rusi dhe atëherë u përcaktua vlera 100 lekë për litër në lidhje me rritjen e çmimit të karburantit. Me mbledhjen e parë të qeverisë na u premtua se do të diskutohet dhe miratohet, ndoshta vlera mbetet për të diskutuar, ndoshta mund të jetë edhe më shumë për shkak të rritjes të vazhdueshme të çmimit të karburantit. Kjo mbetet për të diskutuar dhe miratuar. Në të kundërt, operatorët paralajmërojnë për reduktim të flotave të transportit. Kjo është emergjente dhe ata vetë janë koshien në lidhje me rritjen e çmimeve dhe në rast se do të anashkalohet apo dhe nuk do të miratohet, operatorët do arrijnë në reduktimin e mjeteve, më pas nëse përsëri nuk do të ketë një lloj reagimi, ndoshta edhe në një kapitullim apo mbyllje të autobusave. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë në Shqipëri, Enea Karakaçi, pranoi fillimin e diskutimeve për të subvencionuar sektorin e transportit urban në kushtet e rritjes së çmimit të karburanteve. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Karakaçi informoi se bashkë me ministrin e ekonomisë zhvilloi një takim me shoqatat e transportit interurban dhe urban. Ai siguroi se qeveria po e ndjek me shumë kujdes situatën e krizës së çmimit të karburanteve dhe për këtë ka njoftuar dhe disa masa. Ne e dim që gjatë vitit 2022 janë marrë disa akte subvencioni për sa i përket shoqatave të transportit interurban dhe urban. Një element i tillë po diskutohet përsëri, pavarësisht se jemi akoma në fillimet e veta, kur e kemi miratuar në vitin 2022, e kemi miratuar mas disa muaj që çmimi ishte rritur dhe në nivel shumë më të lartë se ç'është aktualisht, por hyn ndër ato elemente që ne jemi duke i marrë konsiderat bashkë edhe me propozime tjera që na bëri shoqata e transportit. E kemi lënë për të ulur përsëri me to në ditët në vijim, pasi është ndër ato elemente që ne jemi duke i parë me një kujdes të veçantë. Fillon nga zbatimi skema mbështetëse për biznesin përmes kompensimit financiar të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si pasojë e rritjes së pagës minimale. Nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në Shqipëri, njoftohet se përmes saj synohet të lehtësohen kostot shtesë për punëdhënësit që kanë punonjës me paga të ulta pas vendimit për rritjen e pagës minimale në 50.000 lekë duke filluar nga janari 2026. Kompensimi do të përfitohet për punojësit që në shtator të vitit 2025 kanë patur një pagë bruto nga 40.000 lekë deri në 49.999 lekë. Periudha e kompensimit është përcaktuar nga janari deri në shtator 2026. Aplikimi realizohet online përmes platformës Jolbenja përmes shërbimit kërkesë për kompensim financiar të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Përfituesit publikohen në portalin zyrtar të punësimit.
Qëndrueshmëria e furnizimit me energji në kryeqytet është në thelb të një projekti të ri energjetik. Bëhet fjalë për ndërtimin e një stacioni të ri në qendër të Tiranës nëpërmjet një investimi për 22.5 milion eurosh. Marrëveshja për këtë financim u firmos nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. OSHE është në faza shumë të avancuar të procesit, është mbyll procedura konkurruese, është në fazën e shpalljes së fituesit, i cili në gjithë këtë proces ndiqet edhe nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Jemi në fazat avancuara të marrjes së lezë ndërtimit për të filluar me procesin e ndërtimit brenda shumë pak muajve. Në stacioni do të ndërtohet nën tokë. Projekti sipas ministrit është gjithashtu pjesë e planit të masave për qytetin e gjelbër të Tiranës në kuadër të programit Green City të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Opozita në Shqipëri akuzon për oligopole që po dëmtojnë konkurrencën dhe qytetarët përmes marrëveshjeve të fshehta dhe abuzimit me çmimet. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi nga shteti të garantojë mbrojtjen e qytetarëve nga abuziviteti potencial i këtyre marrëveshjeve, duke përmendur si shembull tregun e hidrokarbureve, mishit dhe sheqerit. Sipas tij, ndonse këto tregje operojnë me kompani të licencuara. Licencat nuk po shërbejnë për të rregulluar konkurrencën, por përkundrazi në shumë raste kompanitë bashkëpunojnë në mënyrë të fshehtë për të asgjësuar garën e ndershme. Problemi më madhor i ekonomisë tregu dhe qytetarëve shqiptar janë oligopolit. Gjatë këtyre javëve, me të drejtë jemi ndalur tek oligopoli i hidrokarbureve, i naftës. Por në tregun shqiptar nuk është ky i vetmi oligopol. Oligopol në tregun shqiptar është dhe kafshata. Oligopol është sheqeri, është mishi. Sport. Kosova përmbyll rrugtimin drejt kampionatit botëror të futbollit 2026. Një prekje e lehtë e Kerim Artukoglut doli të jetë një goditje e rëndë për Kosovën. Ajo i dha fund ëndrrës së miliona shqiptarëve për paraqitjen në kampionatin botëror që pas pak javësh fillon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Artukoglu shënoi gol në minutën e 53 për fitoren 0-1 të Turqisë ndaj Kosovës të martën brëma në Fadil Vokri. Trajneri kombëtares Kosovës, Franco Foda, theksoi se kombëtarja i pati rastet e saj, por nuk arriti ta gjente golin. Dallimi ishte që Turqia shënoi një gol edhe ne jo. Në një moment në defensiv nuk ishim aq të vëmendshëm sa duhet të jemi, u shpreh Foda. Trajneri kombëtares Kosovës tha se gjithë skuadra është zhgënjur, por shtoi se ju ka thënë lojtarëve se mund të ndihen krenar për atë që është arritur deri më sot. Trajneri tha se qëllimi kombëtares mbetet kualifikimi për në kampionatin evropian, si dhe paraqitjet në Ligën e Kombeve. Kryeministri i Kosovës pas humbjes ndaj Turqisë u shpreh se të gjithë janë të pikulluar dhe të mërzitur nga ndeshja në stadiumin Fadil Vokri. Përmes rrjeteve sociale, Albin Kurti kërkoi të mos harrojmë që përfaqësuesja ka dhënë emocione të jashtëzakonshme, duke na bërë krenar aq shumë sa të jemi mirënjohës përgjithmonë e për krah për herë. Faleminderit të gjithë lojtarëve, trajnerit dhe stafit për angazhimin e madh në secilën ndeshje, shkruan Albin Kurti. E pranishme në stadiumin që dhe presidenti e Kosovës Vjosa Osmani. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka reaguar pas kualifikimit të Turqisë në botëror, e cila mposhti Kosovën në finalen e play-offit. Në një mesazh urimi Erdogan përgëzoi kombëtaren turke për suksesin dhe rikthimin në Kupën e Botës pas 24 vjetësh. E përgëzoi me zemër ekipin ton kombëtar të futbollit, djem të tanë për fitoren ndaj Kosovës në finalen e play-offit dhe kualifikimin në Kupën e Botës. Suksese në ndeshjet e grupeve kundër Australisë, Paraguajit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në mesazhin e Erdogan. Krahas Kosovës dhe Italia mbeti jashtë botërorit 2026, kualifikohet Bosnia. Në këtë përballje Italia arriti ta mbyll kohën e rregullt vetëm në barazimin me 1. Në penalti vendasit u treguan më të saktë duke fituar 4-1. Kjo është hera dytë që Bosnia do të luajë në botëror. Për Italinë është botërori i tretë me radhë ku nuk do të marrë pjesë. Kombëtarja shqiptare e futbollit pësoi humbjen e dytë në arkun e 5 ditëve, ku qezitur poshtë 1-0 nga Ukraina në miqësorën e zhvilluar në Valencia të Spanjës. Ndeshja u vendos nga goli i Huculiak në minutën e 46. Sipas të gjitha gjasave, kjo ishte ndeshja e fundit e Silvinjos në stolin e Shqipërisë, pasi përfundon kontrata në Korik dhe kombëtarja do të rikthehet në fushë në muajin shtator për ndeshjet e Ligës së Kombeve. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dekoron kombëtaren e futbollit me medaljen presidenciale të meritave. Me një ceremoni në presidencë, Osmani tha se pavarësisht të rezultatit, kombëtarja mbetet në pjedestalin më të lartë të Republikës për krenarinë që i kanë bërë popullit ton. Sot me këtë dekorat, Republika e Kosovës e nderon punën, mundin, djersën e secili prej jush. E nderon rezultatin tuaj, por mbi të gjitha
e nderon krenarin që ja keni dhënë secilit shqiptar pavarësisht se ku jeton. E nderon sakrificën që ju e keni bërë për kushtimin e treguar dhe emocionin që kjo skuadër i ka dhuruar gjithë vendit tonë në secilën ndeshje. Pavarësisht rezultatit të djeshëm, ju do të mbeteni në pjedestalin më të lartë të Republikës tonë për krenarin që i keni dhuruar popullit tonë. Presidenti i Federatës Futbollit Kosovës, Agim Ademi, pasi falenderoi presidenten për dekorimin, theksoi rëndësinë e mbështetjes për futbollin kosovar. Prandaj gjithmonë minjos si federatë, si futboll, dhe në anën të gjithë komunitetit futbollit, që jemi fërë të 7.700 veta, në pak më shumë, ju falenderoj shumë dhe ju dëshiroj sukses në rrugtimin e juaj politik. Krahas asaj ai paraqiti dhe objektivin e ardhshëm, kampionatin evropian të futbollit. Gjithashtu, besoj që edhe në të ardhmen kemi me qenë bashkë, jemi afër dhe sigurisht një ditë kemi mbyar dhe na juve me një medale të kampionatit evropian. Kapiteni i kombëtares Kosovës, Vedat Muriqi, gjatë dekorimit në presidencë tregon se është krenar që është pjesë e kombëtares, ndërsa nuk munguan edhe keqardhjet për ndërprerjen e ëndrrës për tu dhe hequr kombëtare në Kupën e Botës. Po shpresoj në të ardhmen se kemi një gjenerat shumë të mirë, shumë gjenerata e ardhë po vjen, akoma nuk e kemi arritur gjeneratën e ardhë. Unë jam shumë krenar e veten që jam pjesë e stafit të Kosovës, kapiteni i Kosovës kisha pas shumë dëshirë me udhëheq ekipin në Amerikë, po ja, të njëherë fati në këtë përcjellje, kështu që ju falenderoj të gjithë me nga zemra në emër të ekipit, edhe shpresoj që takimi i radhës do të jetë në një kualifikim evropian të Ramazanit. Rrugtimi kombëtares Kosovës gjetë i ende në mediat prestigjioze ndërkombëtare. Gazeta e njohur amerikane The New York Times ka kushtuar vëmendje ndeshjes vendimtare për botrorin në cilën kombëtare e Kosovës u poshtë nga ajo e Turqisë me rezultatin 0-1. Sipas The Athletic, platformë sportive e kësaj gazete, pavarësisht humbjes, Kosova pritet të ringrihet dhe të bëjë përpjekje të reja për kualifikim në turnet e ardhshëm, ndërsa prestigjozja The Guardian shkruan se deri në sekondën e fundit e pa imagjinueshmja ishte e mundshme. Për Kosovën, gazeta shkruan se ky nuk do të jetë fundi, dhe se ka një gjenerat që po lulëzon. Kupa e Botës 2026 mësoi 48 skuadrat si dhe ndarjen finale të grupeve në turneun që do të zhvillohet nga 11 qershor deri më 19 korrik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Çekia, Bosnia-Hercegovina, Turqia, Suedia, Iraku dhe Republika Demokratike e Kongos janë 6 skuadrat e fundit që siguruan një bilet nga faza play-offit. Në grupin A të botrorit, Çekia i bashkohet Meksikës, Afrikës së Jugut dhe Koresë së Jugut. Bosnia luan në grupin B së bashku me Kanadan, Katarin dhe Zvicrën. Në grupin D, Turqia bashkohet me SBA-n, Paraguajin dhe Australinë, ndërsa Suedia do të garojë kundër Hollandës, Japonisë dhe Tunizisë në grupin F. Iraku rikthehet në Kupën e Botës pas 40 vitesh, duke u bashkuar në grupin I me Francën, Senegalin dhe Norvegjinë, ndërkohë që pjesë e grupit K do të jetë Republika Demokratike e Kongos, ku do të rivalizojë me emra si Portugalia, Uzbekistani dhe Kolumbia. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.